Pasi Allahu i madhëruar i tregoi profetit e tij sallallahu alaihi wasallam në mënyrë të përgjithshme për ngjarjen e djemve të shpellës, duke i thënë se ata ishin një grup djemsh që u strehua në një shpellë për hir të besimit të tyre, dhe pasi u lutën Allahut të madhëruar për mëshirë dhe udhëzim, Allahu i madhëruar i vendosi ata në gjumë për vite me radhë, dhe kur erdhi caktimi i tij për të zgjuar, i zgjoi ata për t'i bërë tregues të fuqisë e tij, si dhe tregues të saktësisë së besimit të tyre. Siç edhe tregon pastaj edhe për kundërshtimet e njerëzve në lidhje me kohën e qëndrimit të tyre në atë shpellë. Pas këtij përgjithësimi që konsiderohet konfirmim për ngjarjen, atëherë Allahu i madhëruar i premton profetit e tij sallallahu alaihi wasallam detajet e kësaj ngjarje. Dhe thot Allahu i madhëruar: Nahnu naqussu alejka naba'ahum bil haqq. I thot Allahu i madhëruar profetit tij: ne tani po të tregojmë ty, o profet, detajet e kësaj ngjarje dhe të vërtetën rreth saj. Dhe ky premtim prej Allahut të madhëruar për t'i sjellë profetit sallallahu alaihi wasallam të vërtetën rreth ngjarjes, si dhe gjithashtu detajet e saj për të qenë më plot më plot se ajo që dije nga njerëzit, atëherë kjo është mrekulli prej mrekullive të profetit ton sallallahu alaihi wasallam. Në fakt vetë konfirmimi është mrekulli, sepse ngjarja, siç është thënë dhe në komentimet e mëparshme, në pjesët e komentuara të mëparshme, ka ndodhur shumë kohë para kohës profetit sallallahu alaihi wasallam, po ashtu dhe larg vendit ku ai jetonte. Në lidhje me kohën është thënë të më pakta diku 300 vite para dërgimit të profetit sallallahu alaihi wasallam, ndërsa në lidhje me vendin, pra, ka ndodhur në Sham dhe apo në rrethinat e Shamit, dhe kështu për shkak të largësisë së kohës dhe të vendit, vetë konfirmimi është mrekulli për mrekullive të profetit sallallahu alaihi wasallam. Aq më tepër kur i atij i premtohen se do i sjell edhe të vërtetën lidhje me atë dilema që kanë ehli kitabi, dhe gjithashtu për të sjell ngjarjen më të plot, duke përfshirë atë detajet e asaj që ka ndodhur në lidhje me djemt të shpellës. Dhe kështu profeti sallallahu alaihi wasallam, pra, dhe nuk është hera e parë që profeti sallallahu alaihi wasallam sjell në lidhje me lajmet që janë dijeni të tjerët, pra, prej pasuesve të librave të mëparshëm, sjell gjëra më të sakta dhe më të plota. Për shembull, në lidhje me Isa alayhis salam, profeti sallallahu alaihi wasallam përveç se tregoi realitetin e asaj që ka ngjarë në të vërtetë lidhje me Isa alayhis salam, dhe se është krijim prej krijimeve të Allahut, pra, lloj krijimi prej krijimeve të tij, duke sjell atë pa baba, por tregoi rreth tij edhe mrekulli që as vetë ehli kitabi dhe pasuesit e tij nuk i njohin. Dhe për shembull, thot, siç thot Sheikhul Islam Taymija, çështjen e të folurit në djep të ehli kitabi nuk është e njohur. Po ashtu nuk shënohet as çështja e mrekullisë së krijimit të zogjve nga balta, pastaj me një të fryrë nga Isa alayhis salam shndroheshin në zogj të vërtet. Po ashtu dhe çështja e zbritjes së tryezës nga qielli, që të gjitha këto, pra, nuk janë dijeni, dhe i solli profeti sallallahu alaihi wasallam edhe në formën më të plot të asaj që ka ngjarë në lidhje me Isa alayhis salam dhe në çdo ngjarje tjetër. Kjo është e para. E dyta, profecia është dhuratë prej Allahut madhëruar. Kushdo që përpiqet të pretendoj atë që Allahu madhëruar nuk e ka zgjedh për të, ka për të përuar prej Allahut madhëruar në dynja dhe në ahiret. Dhe në dynja që nuk do ketë përkrahin Allahut madhëruar, dhe profeti sallallahu alaihi wasallam në qoftë se nuk do ishte i zgjedhur i Allahut madhëruar për të qenë profet, atëherë nuk do kishte pas përkrahin e tij. Ai ka pas përkrahin e tij në kohën ku ka jetuar, edhe pas vdekjes tij vazhdon ta ketë me përhapjen
fesë në katër anët e botës dhe ku ndodhen ndjekësit e tij. Kjo është e dyta. E treta, gjithashtu prej dobive të kësaj ngjarje është që askush nuk ka arsye të refuzojë ndjekjen e profetit ton Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Sepse të gjithë ata që ishin ndjeni rreth tij, përveç se ishin ndjeni dhe ja dinin profetit sallallahu alaihi wasallam vendin ku do shfaqet, kohën kur do shfaqet, vendin e emigrimit të tij, prejardhjen, emrin, ja dinin gjithashtu dhe cilësitë e tij fizike, përveç se ja dinin këto, pra të gjitha këto detaje, dhe në momentin kur ai u shfaq, e provokuan në ato lajme që nuk i dinte kush tjetër veç tyre, dhe profeti sallallahu alaihi wasallam u solli lajme më të plota se ajo që dinin dhe më të sakta.